në këtë vend. Konkordanca, më ullë bashkë, më marrë vesh për një qëllim caktu. Me nda qeverinë kohë të kohë, jo bashkë pa tjetër. Këtë njoni fiton me shumicë dhe shkaktohen probleme nga më të ndryshmet. Dhe unë nuk e vrej që njerëzit janë të entuziazmuar mas krejt kësaj që pëndodhë. Më konë që ato e lyp dikush, okej, janë nis njeri me bo dhe që të farë marrinë është që pëndodhin, po janë njerëzit janë gërdit, janë të propunën me dalë 20% në zgjedhje, me votu. Kush po të dëshmohet më bashkëpunues dhe kush më jo bashkëpunues? S'ka. Apo gjithë janë? Jo. Gjithë jo bashkëpunues? Gjithë janë jo bashkëpunues. S'ka, se vren ti atë sens sinqert. Kur është ai delm, pa, e vren, kretë kishim folë për qatë person. Nuk është. Mos është situata, kjo është pyetje suggestive, mos është situata që zoti Kurti po e pret, shembull, çfarë po ndodh në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po. Eventualisht për ditur se si të orientohet, cila nga palët eventualisht po det fituese edhe sa vota mund të jenë tek Lidhja Demokratike e Kosovës, marr parasysh se deri tani të paktën për një marrëveshje me PDK nuk është thënë se mund të ndodhë. A mund të bie kjo? Kretë janë të lidhuna tash, për shkak të numrit vogël të votave që ka opozita, nuk funksionin pa u kombinu. Kjo është e para. E dyta është e mundshme që është shumë e vërtetë që Albini është të i prit rezultatet, të i prit çfarë po ndodh me Lidhjen Demokratike, edhe cili do rezultat ati duhet si mekanizëm për veprime në të ardhmen.